Mirë mbrëma dhe faleminderit që jeni pranishëm në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Universitetit të Shkodrës 2024-2025. Diplomohen sonte 1314 studentë, nga të cilët 750 në programin Bachelor, 77 studentë në programin me karakter profesional, 19 në programin integruar masën e shkencave dhe drejtësi dhe 463 në masën e shkencave dhe masën profesional. Sot i mundur me të hapësirë simbolike të qytetit në Pallatën e Sportit Qasim Dervishi, për të vlerësuar një moment që për secilin prej jush shënon kulmin e një udhëtimi të gjatë. Udhëtimin e dijes, të përpushimit dhe të ëndrrave të realizuar. Kjo është një ditë gëzimi dhe krenarie, por dhe një ditë reflektimi në rrugën që kemi të shkuar dhe mbi atë që tashmë po nisim, rrugën e të ardhmes. Shkodra ka qenë dhe mbetet një qendër e ditës, një vatër të mendimit, arti dhe dia janë endur bashkë në gjallërinë e shpirtit qytetar, sepse ajo ka lidhur figura që ne kanë bërë dijen dritë dhe dritën kulturë. Të gjithë ata që me vetëm e tyre e kanë bërë këtë qytet simbol të dijes së traditës, sepse kanë parë dijen si simbol të dritës që ndriçon shpirtin njerëzor. Në këtë traditë të mësimit e kushtimit, Universiteti ynë ruan të një mision, të ndesë dritën e dijes e çdo student, në çdo kërkim, në çdo përpjekje për ta kuptuar dhe të mësuar botën. Sepse dia, siç na mëson përvojë e njerëzimit, është ajo që ndriçon mendjen dhe pasuron shpirtin. Është drita që shoqëria ka nevojë ta mbajë të gjallë për të ecur përpara, sidomos në kohë të vazhduara si këto të sotme. Si ka thënë Kofi Annan, një nga zërat në kulturë të kohës tonë, dia është pushet, informacioni të vend të lirë, edukimi është përnis për progres në çdo shoqëri, në çdo familje. Kjo fjalë më shëron thellin e rolit që luan arsimi publik sot. Ai nuk është vetëm formim individual, por një forcë që çliron, që ndriçon dhe që bashkon. Universiteti i Shkodrës Mizrakuçi, për gati 7 dekadash, është një përshtylla e më e rëndësishme të arsimit të lartë publik në Shqipëri. Ai ka qenë dhe mbetet një gjendje dijesh, vlera shërbësimi për gjithë ajo e vlerësuar të përmbar vendin. Në këtë qytet, që për shekuj ka qenë vatër kulturës së arsimit, Universiteti ynë mban një mision të veçantë, të ruajë trashëgiminë e mendimit shtetëror dhe ta çojë atë drejt horizonteve të reja të shërbimit, inovacionit dhe kërkimit shkencor. Por sot, roli i tij shumë përkej adhurore. Në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë e Shkodrës dhe institucionet vendore, Universiteti është shndruar në një partner aktiv të jetës qytetare, duke kontribuar në nisma kulturore, ekonomike e teknologjike, që forcojnë në gjendjen e komunitetit. Ky bashkëpunim është të shkrim se dia dhe qyteti mund të ecë së bashku për të qëllimin e bashkë, zhvillimit dhe përparimit, të dashur të diplomuar. Jo i brezi që do të jetoni në një kohë të re, ku inovacioni, dia digitale dhe inteligenca artificiale, por i formisojnë mënyrën si mësojnë, punojnë dhe ndërveprojnë në botë. Por, për te teknologjisë, bota së ardhmes ka nevojë për njerëz që të mendojnë në thellësi, që kanë etikë, ndershmëri dhe përgjegjësi. Pikërisht të vlerat që kemi marrë në këto vite në Universitetin e Shkodrës Mizrakuçi, vlerat që do të uheqin në të hapje të suaj profesionale dhe njerëzore. Diploma që merrni sot është më shumë se një dokument arritjeje, është një ftesë për të vazhduar të mësoni, të krijoni dhe të kontribuoni. Shkodra, me traditën e saj të pasur arsimore dhe shqipen e saj europian, ka nevojë për ju, për energji, ide dhe visionin tuaj. Ju jeni ambasador të dijes të qytetit dhe të vetë universitetit tonë. Kudo që do të shkoni, pati në vetë dritën që keni marrë këtu, atë dritë që ndriçon mendjen në faciliton shqimin e njeriu. Në emër të trupës akademike dhe administrative të Universitetit të Shkodrës Mizrakuçi, ju uroj në zemër suksese të mëdha në çdo hap të ardhshëm. Uroj që çdo ëndër juaj të gjejë rrugën drejt realizimit në përputhim, dignitet dhe dashuri për dijen. Urime për ju,
për familjet tuaja dhe për qytetin tonë që sot feston bashkë ju, sepse çdo brez i diplomuar është një dritë e re në historinë e shkollës së Shqipërisë. Dhe ju ftoj të gjithë të dorëgohasim me trajnimin e diplomuarit të Universitetit të Shkollës së Zurakushi, brezin e Ligë Bines për të shpresës tonë.